Ka ofru zoti me Markin prej Gjermanisë në Zvicër atje. Po. Një farë trekëndshë, Kosovë, Gjermani, Zvicër. Zvicër, po. Që sa jeni bashkë? Jemi që 5 vite. Që 5 vite? Po. Të martuam? Bashkjetojmë. Bashkjetoni? Po. Dashuni për letra? Tash, po më do këtë pyte këta se... Pa, në fillim që shka një, se tash e përse dhe këta? Jo, veç prej dashurisë. Veç prej dashurisë. Veç prej dashurisë. I'm asking her, how did you met and it was love in a first sight or just because of the papers needed for No. citizenship? When I saw first time Katie, it was love. I don't know that she was sheep or Switzer or... It was Katie, the person. The person. Po thot që Keti u konë personi që ka bo më randa dashni, s'ka pas bëj heq, se ki dit asa është shqiptare, asa është... Nuk e ki dit, në moment. Kannst du übersetzen? Du wusstest nicht, dass ich Albanerin bin. Jo. 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 Vesh t'ka pëlqy me njerë. Ku jeni taku? Where you met her? Wo haben wir uns getroffen? Remember? Wir haben uns über eine Singlebörse kennengelernt, eine ganz bekannte, und das war reiner Zufall. Gjermanisht ma përkëthen, se unë s'di gjermanisht. Ka qenë një aplikacion, Okej. dating, wie hieß das nochmal? Me aplikacion. Po, Tinder. Po. Tinder. Në Tinder, po. Këtu halas kemi nismi përdor Tinder. Aty jemi njoftu, edhe, do më thonë, një kohë gjatë vetëm kemi shënu, jemi njoftu, do më thonë, ashtu po, disa muj më radhë, edhe mandej kjo është orë në Zvicër, jemi taku, edhe kështu fillon ajo tregimi ynë. Disa muj në Tinder, në aplikacion edhe mandej takimi, kështu, a ka qenë i njëti emocion edhe kur u pat live? Jo, ka qenë pak ma ndryshe, se ashtu vetëm kur të shkruun me dikand, do më thonë, ma mërmendja që je ashtu pak ma e lirë, ose ndoshta bile, edhe ma e qetë për me shkru, për me shënu. Mrapa kur shkru një ma lirë, se si mandon pasojat atë. Po, se mendoj që kur të shet dikand, adin është pak ndoshta marja, pak emocionet asi, e kështu kur shkruan, ma mërmendja mu që është ma letë edhe mundesh mi spjegu ndoshta gjana edhe ma shumë se që kur të shet personin direkt. Kalzon drejtën kur e ke njoftu në Tinder atë me fotografit e veta, këto që i ka pas konë me flok, me një fotografi tjetër kuj. Jo, konë me Se fotografit zakonisht ndodhe del krejt tjetër kush. Ku zhama një djali agjës ka shkru, valloj, që aty se jajmë pa të regjistru si të ishtë në bodla.